bashkë me numrin e shtuar të turistëve, shtojnë edhe mbetjet në qytet. Muajt e fundit, ky problem është vërtet shqetësues, me mbetjet që të her pas here digjen. Mbetjet sot janë një sfidë për qytetin, por në planin tim elektoral, po ashtu edhe në ditët e mia të fillimit të punës si kryetare e bashkisë, sepse unë besoj që do të jem kryetare e bashkisë së ardhshme të Vlorës, ka një plan të qartë, të mirë përcaktuar me gjithë aktorët që marrin pjesë në menaxhimin e mbetjeve dhe landfilli i Sherishës është një mbështetës kryesor në këtë aksion, i mbështetur me mekanizma të qartë financiar dhe me pika të qarta për realizimin e pastrimit të qytetit. Koshat në Toksor është projekti i parë i financuar nga KFV-ja si instrument financiar që e mbështet landfillin e Sherishës dhe do të jetë zona e Lungomares, fillimisht me 5 jetë të rinj dhe pastaj edhe riciklimi i mbetjeve, pjesa e kryesore e qytetit do të jetë projekti i parë pilot për riciklimin për herë të parë i mbetjeve në Vlorë. Është një nga 5 pikat kryesore, pikërisht është mjedisi, pastërtia dhe mbajtja e ambientit, ku unë shpesh marr shembull Zvicrën dhe mendoj që ju e dini ku janë derdhur plerat për mbi 2 dekada, janë derdhur në pistën e aviacionit ushtarak, i cili tashmë është kthyer në disa kodra me mbetje urbane, të cilat duhen niveluar, duhen shtresëzuar me dhe atje duhet kthyer një park artificial i pyllëzuar mirë dhe i mirë orientuar që të jetë në shërbim të komunitetit, është rruga e vetme që duhet bërë në mënyrën më urgjente që të marrë drejtime pjesë. Për sa i përket pikës së Sherishtes, ditën e parë që do të shkoj atje do të kërkoj gjithë dokumentacionit ku kanë ngelur formalitetet dhe pse nuk po funksionon gjëja ashtu siç duhet të funksiononte dhe siç është nisur që të funksionojë. Them që landfilli i Sherishtes vjet në punë për 60 ditë, pasi çdo gjë ka mbaruar, çdo gjë është eficiente dhe duhet fillojë përpunimi i mbetjeve urbane në landfillin e Sherishës për mos patur më problematika të tjera në pjesën e plazhit të vjetër kur mbeturina digjen pothuajse një herë në 2 muaj dhe kapsulimi i tyre dhe çuar përsëri te landfilli i Sherishës. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme që mbeturinat urbane në pastrimin e qytetit e para duhet një ndërgjegjësim qytetar, dhe ndërgjegjësimi qytetar është më i rëndësishëm se sa pastrimi, dhe e dyta duhet bërë një analizë financiare shumë e detajuar, a ja vlen që pastrimin ta bëjë përsëri bashkia me punonjësit e vet, apo duhet të japin kompanive të treta, të cilët ti mund bësh një kontratë me penalitete, me kërkesë llogarie dhe bashkia heq dorë nga çdo lloj detyrimi që mund ketë në problematika të tjera.